Programin do të trajtojmë të pathënat e showbizit dhe lajmet e fundit që vijnë, përgatitura nga dy kolegët e mi, Agoni dhe Blerina. Mirëmëngjes, mirë se erdhët në studio. Mirëmëngjes, mirëmëngjes e dashur. Mirëmëngjes, Erden. Çka kemi të reja nga showbizi? Atëherë janë disa të reja, fillimisht para në një lajm ekskluziv kishin filluar me një ish-banor të Big Brother, i cili dje me disa postime ka shokuar rrjetin. Është fjala për Blerandën, i cili vetë se tregoi kurorëzimin e tij me Lena Krasniqin. Ai ka postu disa fotografi, ndër të tjera edhe fotografinë me kryetarin e komunës së Prishtinës Përparim Rama, me që rast domethënë tregon edhe vërteton kurorëzimin e tij. Në fakt, për këtë lidhje nuk kemi ditë pothuajse askush, ka qenë jashtëzakonisht shumë private, na kemi pa një Blerandë super të tërhequr nga jeta publike. Edhe nështë nga lajmet roz, ka pas disa bashkëpunime, por nuk është përfshirë për intervista ose diçka të tillë. Ka qenë jashtëzakonisht i rezervuar dhe ja. Veç e postoj një video me gjas nga disa nga rrugët e Stambollit, atje ku jeton edhe Lena me aq sa kom informata, dhe një kurorëzim, kështu që u trashëgofshin çifte që ofshin sa më të lumtun. Një martesë ke fakt interesante dhe papritur, edhe është interesant që kohëve të fundit e kemi pa sa herë fillon Bigu, kthehen video editcat me Blerandën edhe shqipen se i kam pa shumë si çift, po me sa duket Blerandën nuk ka dashur me jep shumë hapësirë portaleve me shkru për jetën e tij. Është një banorëve më të qetë momentin që ka dalë nga Bigu, nuk ka bë le të themi skandale ose gjëra të panevojshme për me të qëndruar në sy të publikut. Ata që e kanë dashur e kanë përcjell, edhe me sa duket e ka zgjedh dashninë e vet. U dokshin tepër bukur, vajza ke tepër e hishme, kështu që veç i urojmë jetë të lumtur. Ndryshe këto fotografi janë shkrepur në Toskana në Itali, çifti atje ka vendosur ta bëj kështu dhe publikimin e fotografive, shkrepjen e fotografive që secili qift edhe tradicionalisht e publikon. Po e shohim këtu dhe me të parin e komunës së Prishtinës, shumë të lumtur po duken përndryshe Blerando dhe Lena, dhe më vjen shumë mirë që po i shoh së bashku, pas parasysh që edhe Lenën e ka mike. Shumë mirë, u trashëgofshin, e thamë edhe më herët. Përndryshe një tjetër lajm që bashkon një dyshet krejt sej tjetër, po jo në aspektin inovativ, në atë profesional, është Melinda Ademi, e cila në fakt në kuadër të albumit të saj që do të publikohet gjatë muajit qershor, ka me pas një bashkëpunim ndërkombëtar, me çfarë ajo i thyen prap kufi ndërkombëtar. Është fjala për reperin Didien Kanon. Nëse jam duke e thonë emrin e tij sa duke pat parasysh është emër algjerian dhe përkundër që është emër i skenës, është vështirë ndoshta me thonë dhe me shqiptu saktësisht që shkrimit në gjuhën arabe. Ky është jashtëzakonisht një reper i suksesshëm, me çfarë sa mujta me pa unë, ka bashkëpunime të shumta me artistë jashtëzakonisht të famshëm në atë kontinent, dhe ndër të tjera numëron miliarda klikime, edhe me çfarë po e shohim Melindën këto, në për vetë kom thonë edhe në rrjetet e mia sociale, për mua Melinda është një prej zonave më fantastik që ka industria shqiptare. Këtë kena mujt me e pa edhe përmes kompeticioneve në Amerikë, po edhe kur poston kjo video. Unë mendoj që nështë përfshirja saj në rap dyqysh e ka zbut pak a shumë qatë pjesën që njerëzit me pa talentin e saj, sepse prej që ka hyrë në rap, ma shumë i komentu dramat e saj, në fakt, ma shumë i komentu disat e saj, fjallet që ka mujtë një pas, tekstet ndë njëherë të pa kuptim ta me gjithë respektin, se sa që është komentu talentin e saj jashtëzakonshëm, sepse po e përsëris unë e konsideroj si një prej zonave ma të mirë që e kemi. Dhe në fakt nuk kemi vetmi që po e cilësoj si të tillë, ka cilësuar edhe Nicki Minaj, Mariah Carey, edhe yje botërore, juri profesionale botërore. Më shumë detaje për artistin algjerian, sepse qenë ka shumë unik? Është shumë e vërtet. Është shumë e vërtet. Tregova me çfarë Salzoa, ky pas ka disa bashkëpunime, atje pas ka debutuar kryesisht në kulturën e repit. Atje është njohur për mas rap, pastaj ka filluar me eksperimentu në për zhanra të ndryshme. Dhe ndër të tjera thotë që është shumë i njohur për dramat që mundet me pas me artistët e tjerë. Që mu po më duket goxha afër edhe me stilin e Melindës, me gjithë respektin, sepse po na e dim që Melinda është përfshi vazhdimisht në dramat që ka pas me repartistët e tjera, sepse është një industri e tillë. Ai është një prej artistëve më të njohur në rajonin e Magrebit, pra që përfshin Algjerinë, Marokun dhe Tunizin, por ne e dim që është një gjuhë e cila mund të flitet dhe shtrihet në disa kontinente përveç pjesës së Afrikës Veriore, edhe në kontinente të tjera, si për shembull ato të Azisë. Kështu që rrjedhimisht ai ka jashtëzakonisht shumë shikueshmëri dhe dëgjueshmëri online, duke pasur parasysh që shumë këngë të tij përfshin miliarda klikime, edhe kombinojnë stile shumë të ndryshme, që ndër të tjera është muzikë rrugësh me temë sociale, emrin e cili nuk po e shqiptoj se me shumë gjas me thonë gabim, por që në fakt vetë se tregon edhe në një mënyrë se çysh rap muzika mundet me u përdor për gjëra të mira. E me që jemi këtu ne pas gjë një statistikë shumë interesante që tregoi për reperin Logic që ka këngën ka shumë
vite në fakt që është promovu në Grammy Awards, se nuk ka bëj, që flet për shëndetin mendor dhe është linja e kundër parandalimit të vrasjeve, të vetvrasjeve, falni, dhe ndër të tjera, mas publikimit asaj këngë është trefishu numri i thirrjeve në këtë linjë për parandalimin e vetvrasjeve. Pra çka do të thonë është një mënyrë se çush mundu më pa që muzika nuk ka nevojë me qenë vetëm për gjëra negative si droga, të pasunit ku diun jashtëzakonisht shumë liri seksuale, manifestime të këtyre dukurive negative, po në anën tjetër mundet më shfryzu për diçka të mirë. Dhe jam shumë i lumtur që në gjuhë shqipe po ashtu kemi artistë dhe kemi reper që i këndojnë edhe muzikës së tillë. Dhe ndoshta ky bashkëpunim mes Melindës dhe mes Didian ka më shumë me qenë po ashtu një lloj mesazhi social duke pasur parasysh që e tham, ky është zhanri në cilin Didian njihet më shumë në atë pjesë të botës. Kemi edhe lajme të tjera, në fakt është një lajm shumë interesant që flitet për një personazh relativisht të njohur në vendin tonë, por që ka marrë vend dje si lajm, që nëse u bën në orët e vona të mbrëmjes, është fjala për një balerinë shqiptare, Francesca Nureddini, e cila jeton dhe vepron në Itali, ajo është jashtëzakonisht e famshme dhe dje ajo ka treguar se është një lidhje dashurie me një këngëtare tjetër, e cila është Elodie, që një këngëtare repere kryesisht nga Italia, jashtëzakonisht e famshme sidomos në stilin pop, me dikon afër 3.4 milionë ose afër 4 milion followersa ndjekës në rrjetet e saj sociale, por ka një fotografi që ka trondit rrjetin duke pasur parasysh të rralla e artistët dhe personazhet me famë shqiptare që dalin dhe flasin për seksualitetin e tyre. Pra kemi të bëjmë me një çift lesbikësh dhe ndër të tjera ke zyrtarizimi i tyre nga një vizitë në Tokyo të Japonisë. Na veshpresojmë që çiftet në fjalë janë të lumtur dhe besoj që si shoqëni kemi arrit me kuptuar që na mirë presim lloje të ndryshme të njerëzve dhe këto e kemi thënë prej ditës së parë që unë për vete gjykoj që Big Brother ka pasur jashtëzakonisht shumë rëndësi. Në fakt në Adina që Big Brother ka fituar dhe çmimin ndërkombëtar pikërisht për këtë që ka hap diskutime ndryshme edhe ka bën një shoqëni relativisht homofobe me mbërridhje një pikë tjetër që njerëzit më nuk i gjykojnë për te seksualitetit le të themi. Statistikisht nuk di me mbështet këtë se nuk janë bërë zhvillime të fundit, por pat komente dhe negative në fakt, por gjithsesi po duken shumë bukur bashkë. Pat edhe vërtet, pat edhe nga ato komente që nuk u prit mirë me dalë publikisht dy vajza në lidhje, një në ambityre shqiptare, po që për gjitha, që që tha dhe agoni gjatë kritë kohës kemi pas një farë lobimi nga Big Brother që shumë fenomene, shumë situata, shumë persona që nuk jenë letë të pranu shumë në shoqërinë tonë, me i pranu edhe me i normalizu, sepse për gjitha jemi në Kosovë, kemi me jetu gjithë bashkë edhe ku s'kem ku e qojmë njani tjetrin. Shumë vërtet. Se për këj lajme të tjera, unë nuk kam disa lajme, por i di disa gjanat të tjera. Për shembull, më lejoni ju tregu që në tapetin e Kusht të Kanës ka me ecë një artiste kosovare. Nesër ka me ndodhe eventi, rreth orës 7 PM, kemi mujtë me pa live, nuk për ju tregoj kush është artista në fjalë, kështu që muni me aludu e me mendu sa të dëni, është një ish banore e Big Brother Web Kosova. Kosovës. Gresa nuk është sigurt. Gresa nuk është sigurt se ka me tapetin e Kusht të studios. Gresa është në komunikacion dikon, ose në trafik, që me na kuptu dhe ata që na shohin nga Shqipëria, sepse ka mbet në trafik e blokume, e dim që në këtë periudhë kohore ka shumë blokada, Prishtina është e blokume dhe jo vetëm Prishtina, fush Kosova dhe shumë qarqe të tjera. Po jashtë kësaj kemi një lajm shumë të mirë, po heng tash në këtë pjesën e showbizit, është feju vajza e Jakub Krasniqit, edhe që ka qenë interesant është që djali, pra Roni, dorën e ka kërku në Hag. Postimi është bëj ditun prej vlau të Gresës edhe të Gresës. Shlirimtarës, se mbet. Mbet e Gresa. Prej vlau të Shlirimtarës edhe ka qenë shumë një moment i veçantë ku të regon që bekimin ashtu të martesës, se tashmë pas fesës vjen martesa, e ka marrë në Hag. Sigurisht, dëshira ma e madhe kishme qenë që me ka në mesin tonë i shkret edhe me këto eventet familjare, këto lumturit me i prit kështu bashkarisht, po që në kësilloj kushte, keni farë gjesti romantik nga i fejuarit tashmë i Shlirimtarës. Trashëgoheshin edhe ata, dhe ndër të tjera është diçka që i prek secilin prej neve duke pasur parasysh që këto familje, pra i pam edhe martesa dhe në qëta eventet që ka ndodhur kohët fundit që prekin disa prej familjeve më heroike të vendit tonë dhe është shumë e padrejt që nuk mundet me qenë është afër edhe ceremonive që mundet me u zhvillu këtu në Kosovë dhe vishë të regojnë sa proces i ngadalshëm dhe i padrejt është ajë që bëhet atje. Sepse kemi Gresën dhe po presim vetëm pas pak një shkputje shumë shkurtër të bashkohet me ne në studio.